Punimet infrastrukturore të cilat kanë filluar në disa pjesë të komunës së Gostivarit do të vazhdojnë të realizohen deri në fund të muajit qershor dhe më pas do të ndërpriten për të vazhduar në fund të muajit gusht. Këtë e deklaroi kryetari i komunës së Gostivarit, Valbon Limani, sipas të cilit mërgjimtarët nuk do të përballen me probleme në komunikacion shkaku i punimeve në disa rrugë. Sipas tij, komuna ka përcaktuar paraprakisht dinamikën e realizimit të projekteve që janë në zhvillim, me qëllim shmangjen e problemeve shtesë në komunikacion gjatë muajve të verës. Të gjithë këto punimet që kanë nisur në këtë periudhë të përfundojnë me përfundimin e muajit qershor, me të vetmin qëllim që korikun ta mirëpresim me gjithë këto punime të mbyllura dhe gjatë atyre një muaj e gjysmë, 2 muaj derisa janë edhe bashkëqytetarët tanë në mërgim të mos kenë probleme gjatë lëvizjes dhe në komunikacion. Besoj se me përfundimin e muajit qershor, fillimin e korikut, të gjithë këto punimet që janë për momentin aktive do të përfundojnë. Ndër projektet e ardhshme kapitale është edhe ndërtimi i urës së re pranë gjykatës, me fillim të planifikuar në fillim të muajit korrik. Sipas Valbon Limanit, realizimi i këtij projekti do të kërkojë më shumë kohë, por ai theksoi se bëhet fjalë për një investim të rëndësishëm për qytetin. Dhe besoj se atëherë ta quaj kjo ofenziv ndërtuese e ndërtimit të rrugëve, rikonstruimit të rrugëve do të ndërpritet për një periudhë derisa janë ato këtu, pastaj do të vazhdojmë diku nga fundi i gushtit, në bisede sipër edhe me ekipin, por edhe me kompaninë e cila besoj që në fillim të korrikut diku do fillojnë edhe punimet për urën e re tek gjykata. Ndërkohë punimet për rikonstruimin e rrugëve po zhvillojnë në disa pjesë të qytetit me qëllim përmirësimin e infrastrukturës dhe krijimin e kushteve më të mira për qarkullim, siç është shprehur kryetari Limani. Gjatë këtij viti janë planifikuar të realizohen mbi 50 projekte infrastrukturore, të cilat synojnë ndërtimin e rrugëve bashkëkohore, rritjen e sigurisë në komunikacion dhe lehtësimin e lëvizjes së qytetarëve në të gjithë lagjet e Gostivarit.